Për para disa muaj ishim në atë kulmin e propagandës që thoshte që presidenti Trump më besoi vajzën që unë të kujdesesha, ndërsa sot që flasim, Edi Rama e ka ekspozuar vajzën në një aferë të madhe që ka marrë vëmendjen e gjithë botës, por ka një element shumë të rrezikshëm brenda, sepse është bërë ndërmjetës Edi Rama për ta lidhur vajzën e presidentit Trump me një person që është i lidhur me kartelet e drogës ose që ka një lloj aktiviteti në narkotrafik. Paralel me këtë, kemi një çështje të hapur në Kongresin Amerikan, ku një kongresmen, Joe Wilson, ka kërkuar që të hetohen lidhjet e qeverisë Rama dhe kryeministrit me narkotrafikun, por po ashtu të hetohet edhe mënyra se si ka përdorur pushtetin për të goditur politikisht, për të shtypur politikisht së brendshmi opozitën, kryesisht edhe qytetarët. Dhe këto shkojnë paralel me njëra tjetrën. Pra, kemi një kryeministër që është shumë i shqetësuar për këtë lloj dinamike dhe ai e di që kjo ka pasoja. Dhe gjithë përpjekja sot atje më duk më tepër për të thënë edhe shqiptarëve që shikojnë se nuk janë të vërteta asgjë nga këto. Vetëm një vështrim i Ramës, i Trumpit do mjaftonte që këtu të fashitet çdo gjë. Në fakt as atë nuk e mori dot. Edhe pse çfarë vlere ka Ilda, domethënë ky amendament në rast se do të kaloj, sigurisht. Ndodh për herë të parë. Lexoja arreshtin për Serbinë, i cili ishte lidhur më shumë me ndikimin rus, pra hetimet për ndikimin rus, ndërsa për Shqipërinë ishte qartësisht çështja e karteleve të drogës, por edhe e presionit e opozite, presionit politik. Çfarë vlere ka? Kjo ka vlerë e para më së paku, ajo që do të prodhoj kjo kërkesë është një debat brenda Kongresit në seancë plenare, pasi ka kaluar 2 faza në komisionet e Kongresit dhe tani do të diskutohet në seancë plenare. Mundësia është që të jetë edhe një propozim bipartizan, pra të përqafohet dhe nga pala tjetër, llogoria tjetër politike e demokratëve. Ne kemi parë gjithashtu gjatë kësaj kohe që ka dhe një ftohje të demokratëve me Ramën, ka pasur probleme, apo dhe të Sorosit me Ramën, nuk janë marrëdhëniet aq të lehta dhe aq rrallë siç kanë qenë kohë më parë, dhe kjo besoj do reflektohet edhe në debatin e nxitur nga ky propozim për amendament, dhe më pas do të shikojmë nëse kjo pastaj do të miratohet që do të çonte në një veprim të menjëhershëm brenda 6 muajve, ku Departamenti i Shtetit dhe institucionet e inteligjencës duhet jo vetëm të hetonin, po të prodhojnë një raport dhe pas kësaj pastaj dihet se çfarë vjen. Nëse ndodhe gjitha kjo, pas kësaj vijnë sanksione të drejtpërdrejta deri me kemi dhe raste si Maduros apo si presidenti të Hondurasit, mund ta shtjellojmë domethënë, po ky është historiku se si kanë vijuar këto gjëra. Pra, nëse kjo gjë merr formë në Kongres, nuk përjashtohet mundësia që kjo të marrë një formë tjetër të një vendimi ekzekutiv përmes Departamentit të Drejtësisë, dhe nga Departamenti i Drejtësisë pastaj mund marrë masa ose në formën e sanksioneve ose të ndonjë akti tjetër penal. Kongresmen mos gaboj ka pas një rol në ndërmjetësimi me këta dy vëllezër. Fakti që është ky person, ky kongresmen që propozon një amendim ligjor për një hetim mbi Shqipërinë për rolin e krimit organizuar dhe drogës në qeverisinë e Shqipërisë, është interesante, sepse ai me sa duket minimalisht don t'i tregoj të tjerëve që ai nuk ka patur ndonjë qëllim të keq në këtë ndërmjetësim. Po pse shqetësohet ai? Ai shqetësohet sepse është bërë ndërmjetësi i një transaksioni që ka përfunduar në përfshirjen e njerëzve që akuzohen nga disa agjenci ligjzbatuese europiane për trafik droge. Dhe minimalisht ai thotë s'ka më faj, me iniciativë aty është minimalisht s'ka më. Ka dhe një qëllim Por i dyta mund të jetë dhe kjo, mund shtrohet pyetja. Mos ka filluar të ketë ndonjë dyshim që kalimi nga Sazani në Zvërnec, nxitja e Kushner dhe Ivankës për kalim se ajo tha Sazanin pa, apo ja? Po, Sazanin, nuk përmendi Zvërnecin. Kush e shtiu në mend Zvërnecin? Atëre, kush e shtiu në mend Zvërnecin, mos e ka çuar me dieni dhe qëllimshëm drejt një transaksioni me përfshirje e njerëzve me precedent penal? Edhe nëse është vërtet, dyshimi lind, s'është njerëzor.
Dhe atëherë bëhet i domosdoshëm për të pastruar dhe për t'i thënë të gjithë të tjerëve që s'kemi gjë, do të jetojmë apo jo?